Flori gjithmonë do të fshihet. Ari është ai që do të mbeti. Nga fshati Balaj në rreshtat e UÇK-s. Na ka dhënë mundësia që të kontribuojmë për tokën tonë, për adhevun tonë, të shqiptarë të Kosovës. Është projekti më i madh i kombit shqiptar. Një rrugtim i nisur mes torturave të vitit 93 dhe një qendresë që nuk u thye kurrë. Në dekadat e kaluara ka pasur shumë fatalitete. Cilin nga këto dy profesione kishe zgjedhur? Që të dyja ndoshta përderisa i kam studiuar. Agim Aleo vjen pa dorezat e politologu Argjend Zejni. Si po përballon PDK ashtu hina Hagës, dhe apo mbetet partia jetime pa lider e saj historik. Gjykata speciale ka degraduar. Pse Prishtina po bllokon zhvillimin e Ferizajit? Duhet pranuar faktin që ka pasur edhe neglizhenca edhe në nënshtrim në politika ditore. Komuna e Ferizajit ka paguar 23 milionë euro. Apo penalizohet qyteti kampion vetëm për shkak të inateve politike të qendrës? Për arsye të personalizimeve, të betejave të ngushta dhe meskine politike, mund të rrëshqasin politikan të caktuar për të mohuar diçka, një popull nuk i nënshtrohet një njeriu. Një rrëfim i fortë për drejtësinë, bllokadat dhe vizionin Ferizaj krenaria jonë. Një ballafaqim të vërteta që pakush guxon t'i thotë. Këtë të premte në ora 20:15 në emisionin Kush ka të drejtë, vetëm në Storm Kosova.